Apo të mungon mimoza kusari në këtë garë? Ma kanë zonë që to. Jo, që po mungon mimoza, e kom thonë diku, nashta edhe kun gabim, nuk e di. Debatët me mimozin në kun ma të gjalla, e vërtet është. Mimoza është debatuse. Për mu kun ma interesant, për qytetarët nuk e di, po për mu kun ma interesant. Ke bie që profesori nderuar Ardiani tjetër Gola nuk është atraktiv me diskutu? Duhet me qenë korrekt edhe me to. Këtë në regull është Ardiani, amo e kanë kuptu garën për kryetar komune si kur një loj finale në cilin mund është me i bo një 2 golla pa hiri dhe me fitu. Unë e kuptoj garën si një ATP list, kur dikush fiton poena krejt kohën edhe hum poena krejt kohën. Unë që 4 vjetë jëmë të fitu poena, nashta na unë edhe kom hu poena. Edhe nuk është një garë në cilin mundet me i gjbo krejt për 30 ditë. Aq ma tepër që në veç 30 ditë, se nuk jënë bo gati, drejtën një të regu, unë e shoh që nuk jënë bo gati, edhe një farforme ti e sheh që qysh me thonë ma mirë dhe ma butë, për du me thonë. Nuk e nje Gjakovën, jo se s'është i Gjakovës, është i Gjakovës, po nuk e nje se nuk o marrë me to. E unë ju kisha bo apel gjithë qytetarëve të Kosovës, me po historinë publike gjithë kandidatëve në Kosovë. Qa do me thonë historia publike? Me po për shembull për 4 vjetë, a ka fol diçka për vendin ku ka garën? A e ka thonë një fjali? A ka shkru një status në Facebook, se ta shkret publike i kemi nëzirë? A ka dole në herë në parlament me lyp diçka? A o marë me qatë tem për 4 vjetë? Apo të marë veç 30 ditë fushatës? Nëse o të marë veç 30 ditë fushatës o vonë, sidomos me kryetarë që kanë punu, ka shumë kryetarë në Kosovë, nuk veç unë, ka shumë tjerë që janë zotë, janë marë me komunën e vetë. Edhe në fund me bo një parafrazim të tjerën pak tikuj, nuk është normale mi dasht vendlindjen vetëm kur ka zgjedhje, nuk dush mi dasht këtë kohën. E zëvëtave, jo e keni pas një kohë, një periudhë shkëputje për Gjakove? Keni qenë në nivel qendror, keni qenë deputet, keni qenë ministër. Cilë e dalë? Që unë kom jetu gjithmonë në Gjakov, pavarësisht prej punës që e kom bo, 17 vjetë kom punu në Prishtinë, ama kom jetu në Gjakov. Kjo tu çdo ditë? Për çdo ditë kom u thu. Tjetra është që unë në fund vitit 2014 jom përcaktu për me garu për kryetar të Gjakovës, edhe për pothuajse 3 vjetë. Për çdo ditë kom dalë në zyre time në Gjakov, për çdo ditë, edhe vikendeve, e kom ecë kom amo bashkë çdo rrugë të Gjakovës. Kom ndërtu ide se çka duhet me bo me kolegët e mi. Do të 3 vjetë për para kom nisë mu pregatit për me hynë garë me mimozën në fund vitit 2017.